Antimafia e Barit dhe autoritetet shqiptare SPAK në bashkëpunim me Interpol zhvilluan një operacion të madh mes Italisë dhe Shqipërisë, duke goditur trafikun e heroinës dhe kokainës mes Ballkanit, Evropës Veriore dhe Puljas në Itali. Operacioni koduar Ura ka çuar në shkatërrimin e një trafiku ndërkombëtar droge, riciklim kapitali dhe abuzim detyre. Në total janë 52 urdhër arreste mes Shqipërisë dhe Italisë, si dhe është ekzekutuar urdhri i sekuestrimit të pasurisë për disa miliona euro në Itali e Shqipëri në pronësi të grupeve kriminale. Kryetari SPAK Dumani, kryeprokurori i Barit Roberto Rossi dhe drejtori i antimafias italiane general Michele Carbone dolën në një konferencë të përbashkët për shtyp mbi detajet e këtij operacioni. Janë dokumentuar vepra korruptive në Shqipëri, masa nga gjykata e posaçme për korrupsion për zyrtar shtetëror. Sot janë ekzekutuar dhe sekuestruar pasuritë që rrjedhin nga trafikimi i lëndëve narkotike, 3 restorante në Durrës, një bar kafe, 6 shoqëri tregtare dhe një televizion në Vlorë, tha Dumani. Ky operacion përfaqëson një hap tjetër të rëndësishëm në luftën tonë të përbashkët kundër krimit të organizuar transnacional. Kam kënaqësinë të nënvizoj sot se është arritur të jepet një goditje e rëndësishme një prej grupeve kriminale më të fuqishme në Shqipëri, për të cilin ka dyshime të forta se ishte i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogave të fortave dhe në pastrimin e parave. Ky operacion i mbështetur nga hetimet të thelluara dhe nga një shkëmbim efektiv informacioni ndërinstitucional është një dëshmi e qartë e asaj që mund të arrihet kur institucionet e drejtësisë dhe strukturat e zbatimit të ligjit bashkëpunojnë me besim të ndërsjellët, profesionalizëm dhe përkushtim. Kemi punuar dhe vazhdojmë punojmë prej 10 vjetësh për arritjen e objektivave të përbashkëta. Per noi combattere il crimine in Albania o in Italia Për të luftuar krimin në Shqipëri apo në Itali è la stessa cosa. Është e njëjta gjë. E abbiamo la piena consapevolezza Jemi të ndërgjegjshëm che le autorità investigative që autoritetet e hetimit shqiptar e in particolare ovviamente la SPAK dhe në veçantë SPAK sono solidamente, fortemente capaci janë shumë të afta di perseguire i reati kapjen e veprave insieme con noi. Bashkë me ne. Questa vicinanza e questa forza comune Kjo afërsi dhe kjo forcë e përbashkët veramente importante është shumë e rëndësishme a sottolineare. E theksoj përsëri.